Si pasojë e aksidentit tragjik që sot ka ndodhur në segmentin e 26 autostradës Ibrahim Rugova, kanë humbur jetën 2 persona që ndodheshin në veturën me targa shqiptare, derisa në aksident ishte i përfshirë edhe një kamion me targa vendore. Me këtë rast, po ashtu drejtuesi i kamionit ka pësua lëndime të rënda. Sipas mjekëve, drejtuesja e veturës ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Të nderuar shikues, ndodhemi në segmentin e 26 autostradës Ibrahim Rugova, ku për fat të keq sot rreth orës 7:40 minuta ka ndodhur një aksident me fatalitet, ku për pasojë ka humbur jetën një femër drejtuese e veturës. Vetura e tipit Mercedes është përplasur me një kamion i cili po transportonte pije jo alkoolike dhe tashmë në vend ngjarje ndodhen edhe policia, ndodhen edhe mjekët, cilët ekipi i parë i tyre, kur ka ardhur në momentin e parë, ka konstatuar vdekjen e viktimës nga ky aksident. Përveç drejtueses së veturës, më pas është bërë ditur se ka vdekur edhe një grua tjetër si pasojë e këtij aksidenti. Këtë për media ka konfirmuar drejtori i emergjencës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Sesyla, i cili tha se ajo është sjellë në CKUK pa shenja jete nga emergjenca e Spitalit të Prizrenit.